Mund të na thoni shkurtimisht se çfarë ishin sfidat kryesore të politikës jashtme e sigurisë gjatë asaj periudhe dhe si kanë ndryshuar ato në raport me të tashmen. I referojmë këtu Ballkanit të hapur apo iniciativat e tjera të qeverisë Rama. Gjoni, ne kishim disa piketa si qeveri. Piketa kryesore ishte marrëveshja stabilizim asociimi. Por mendoj që kryesorja ishte NATO, antarësimi i Shqipërisë në NATO. Duke qenë se ishim në Partnership for Peace, do duhej patjetër që të rrisnim angazhimin tonë për të bërë antar të NATO-s në kohën kur NATO ishte hapur për fonde të tjera në Ballkan, sepse kjo garanci duhet çohësh kohën kur janë të hapura këto organizma. Dhe treta natyrisht ishte sfida kryesore për mua, që ishte sfidë kombëtare, ishte Kosova. Domethënë nga pavarësimi, nga shpallja e pavarësisë saj, njohja e pavarësisë saj deri në shtetformim, sepse ishin një sër etapash. Dhe mendoj që këto të gjitha u kurorzuan, ose dy prej këtyre u kurorzuan në 2008 me vizitën e famshme të presidentit Bush në Tiranë, në maj të 2008-s, kur ai shpalli dy sfidat kryesore, i shpalli të kryera, antarësimin e Shqipërisë në NATO dhe shpalli Kosovën të pavarur. Enough is enough. Ne duhet njohim Kosovën. Atëherë është normale që politika e jashtme e Shqipërisë, pavarësisht që ishte orientuar në këto 3-4 linja, siç ju thash, do duhej që të fokusohej në këto dy pika kryesore, duke mos lënë në një anë edhe sfidën e tretë që ishte liberalizimi i vizave me Bashkimin Evropian, që mendoj që për shqiptarët në mendjen dhe në psikologjinë e shqiptarëve të Shqipërisë ka qenë shumë i rëndësishëm se sa mund të jetë antarësimi vet në Bashkimin Evropian, sepse kishte të bënte me lëvizjen e lirë, e cila ka qenë e munguar, ka qenë një drejtë e mohuar e shqiptarëve për 45 vite. Dhe për ne si diplomat ishte shumë e thjeshtë kur kishe piketa të tilla. Kur shoh sot diplomacinë shqiptare apo Ministrinë e Punëve të Jashtme, unë shoh që politika jashtme e Shqipërisë sot të ketë disa pikë synime. Cilat janë pikë synimet? Sepse përderisa ti në 4 qeveri mundohesh të luash me nocionin e integrimit evropian dhe një herë e largon nga Ministria e Jashtme, pastaj e rifut Ministritë e Jashtme, pastaj bën një dikaster në vete, pastaj krijon ekipin në vete, pastaj ministri i jashtëm. Një gjë me diasporën. Por çështja e integrimit për mua është jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse është sfidë e momentit dhe nuk shoh që kjo qeveri të ketë piketa të qarta për Zonja Axhi, pikërisht në lidhje me këtë pjesë, rikthimi i një diplomati që ka qenë spikatur dhe gjatë administratës suaj, referojmë zotit Ferit Hoxha, i cili është një diplomat i spikatur karriere, ka qenë sekretar i përgjithshëm dhe natyrisht ka kontribuar gjatë viteve 2005-2013 në mënyrë domethënë se si ministri i jashtëm aktual, është ky një shenjë reflektimi të themi nga ana e qeverisë Rama, duke marrë parasysh që ka dhe një ligj tani të shumë diskutuar dhe të kontestuar nga diplomatët për shërbimin e jashtëm dhe natyrisht sfidat e Bashkimit Evropian, duke qenë se zoti Ferit Hoxha vjen si ambasadori e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Nuk mendoj që është reflektim, përkundrazi mendoj që është klientelizëm i pastër. Zoti Hoxha ka kryer disa detyra gjatë viteve të fundit, të cilat kanë shërbyer shumë mirë në qëllimin personal të Edi Ramës, të kryeministrit të Shqipërisë, siç ka qenë drejtimi i Këshillit të Sigurimit për një periudhë kohe. Natyrisht që ai është diplomat karriere, diplomat i sprovuar karrierën e tij, por mos kujtoni që diplomatët në asnjë vend të botës nuk janë imun nga politika, sepse ne kujtojmë që kur je diplomat je apolitik, përkundrazi. Çdo qenie njerëzore është qenie politike dhe diplomatët janë të tillë. Dhe ajo çfarë unë jam munduar në karrierën time të akomodoj është fakti që unë mund të quhem diplomate karriere, megjithëse dhe atë në thonjza sepse nuk kam gëzuar ndonjëherë në një titull diplomatik të lartë. Ai është titull politik që kam pasur unë në qeverisin Berisha, por jam munduar që të tregoj këtë gjë, që dhe si diplomate unë kam një kornizë politike, i të cilën nuk shkel në të kornizë politike. Dhe ndoshta do ta dëshiroja këtë edhe nga zoti Hoxha që ta kishte pasur, po nuk jam e sigurt nëse e ka, për ndryshe mendoj që ai ka shërbyer mjaft mirë në një periudhë kur kryeministri i Shqipërisë i është dashur më së tepërmi të bëjë një show të madh diplomatik, mediatik, ndërkombëtar. Ndërkohë kjo paraprimi një zhvillim tjetër shumë befasues që ministrja disamujore Elisa Spiropali, zonja Spiropali, e cila binte në cilësinë e ish kryetares së Kuvendit të Shqipërisë, dhe shumë e komentuan zgjedhjen e saj si ministre të jashtme si një mënyrë për të dhënë një impuls politik edhe për shkak të lobimit që duhet të bëjë Shqipëria në kryeqytetet europiane për mbylljen të themi të kapitullit të integrimit plot siç ka premtuar kryeministri në 2030-ën.
Befas u vure që zonja Spiropali u paralajmërua madje nga kryeministri, që Ministria e Jashtme nuk punon askush, përveç ministres dhe Rojës Godinës, dhe me njerë më pas vjen shkarkimi i ministres. Ndonjë koment lidhje me këtë? Dgjoni, unë nuk shoh që ka pasur në një arritje të madhe politika jashtme e Shqipërisë në këto vite dhe në ndritimin e ministrave të tjerë të qeverive Rama.